kina rast shembull Omerin radhiyallahu anhu. Nisi për ta vrarë pejgamberin e sa. Kur e pranoi Islamin, ishte muslimani i 40. Para Hazreti Omerit vetëm 39 vetë janë konë musliman, gra e burë. Kur hynin në Islam Omeri radhiyallahu anhu, u bën 40 njerëz musliman në Mekë. Me kalimin e kohës, qatë shumë punoj për Islamin, për fejnë e Zotit, se që u bë khalifja e dytë në Islam pas pejgamberit. Sa je për Allah, ajo vjen me tyje. Shembull tjetër, Bilali radhiyallahu anhu, një banor me lëkurë të zezë nga Etiopia e sotit, apo Abisinia. Ishte rob në rrugët e Mekkës. Kur bë musliman, bë muezini i parë pejgamberit alayhis salam. Kur hyni pejgamberi alayhis salam me ushtrinë e tij në Mekë, çliroi Mekën, Bilalit i tha, hip mbi Qabe dhe thirrë ezanin. Nuk i tha afër Qabes, mbi Qabe hip thirrë ezanin. Dhe disa prej mushrikëve që ende s'patën pranu Islamin, thanë, si kur të kishte jetu i Zoti këtij Zezaki, do të vdiste nga të keqit. Pse? Islami e ngritja, e hipi mbi Qabe. U bë muezini i parë pejgamberit dhe gjithë botës Islamit. Kjo pra Islamit ngre, prej në fund në qiell.